në ditën e 7 kemi arrit me përfundu të gjitha procesin e shpërndarjes. Nuk e kemi planifikuar as ne ta përfundojmë kaq shpejt, por që ka qenë një fluks dhe interesim shumë i madh i grave dhe 7 pako të mëdha, të cilat besoj në vazhdimsi do t'i shpërndajnë. Edhe momentin kur pacientët pajisën me pjesën e protezës dhe pesha e trupit balancohet në të dy anët, fillojmë pas të qëndrim më të drejtë, ta ruajnë problemet shoqëruese, ju kthen vetbesimin dhe moralin si rezultat i mbështetjes nga të gjitha profilet e ndryshme për këtë patologji. Është e rëndësishme edhe për pjesën fizike, që nga dita e mërkur, data 15 tetor, kur është dorëzuar donacionin nga presidentja, që nga ajo ditë kemi fillu ekipi i profesionistëve shëndetësor këtu brenda klinikës tonë, të cilët jemi marrë me shpërndarjen e këtyre pakove. 2 ditë e para ka qenë një fluks jashtëzakonisht i madh i pacientëve të cilat e kanë kërkuar. Jemi mundu me punu edhe jashtë orarit të paraparë nga drejtoria, që ka qenë orari zyrtar nga ora 8 deri në ora 10, do të thonë kemi punu gjithë orarin brenda ditës. Jemi mundu secilës paciente me ju nda numrin adekuat dhe me i shërby mënyrën më të mirë të mundshme. Në ditën e 7 kemi arrit me përfundu të gjitha procesin e shpërndarjes. Nuk e kemi planifikuar as ne ta përfundojmë kaq shpejt, por që ka qenë një fluks dhe interesim shumë i madh i grave dhe me angazhimin tonë e kemi përfunduar për këto ditë. Të gjitha gratë të cilat janë diagnostikuar nga kanceri i gjirit kanë bërë mastektomi radikale, do të thotë kirurgji, që kanë pas të drejtë me ardhmë me u furnizu dhe me pajis me pakon onkologjike. Pakja ka përfshi një brëc, një protezë dhe perik, ndonë se për perik nuk ka pas shumë interesim. 7 pako të mëdha, të cilat besoj në vazhdimsi do t'i shpërndajnë. Në momentin kur hiqet një regji, atëherë e kemi një peshë jo të drejtë, jo të barabartë të trupit në të dy anët. Dhe në të këto raste kemi shumë shpesh problemet të cilat vinë si pasojë e heqjes së gjirit, si ato krijimi i skoliozav, krijimi i kifozav, problemet muskulare të qafës dhe shpinës. Ato gra kanë me pas vazhdimisht predispozitë për qëndru në pjesë më të krusur, tu tentu me mshef pjesën jo të barabartë të gjoksit dhe problemet që i trajton fizioterapia janë probleme shumë të shprehura në mungesë të një regji. Dhe momentin kur pacientët pajisën me pjesën e protezës dhe pesha e trupit balancohet në të dy anët, fillojmë pas të qëndrim më të drejtë, ta ruajnë problemet shoqëruese që dinë me ardhmë, do të thonë është një pajisje që i prevenon problemet shëndetësore që dinë me ardhmë pas mastektomisë. Mbështetja me këto pako është më së rëndësishme sepse ju kthen vetbesimin dhe moralin si rezultat i mbështetjes nga të gjitha profilet e ndryshme për këtë patologji. Është e rëndësishme edhe për pjesën fizike dhe pamjen e jashtme, sepse pacientët e kanë një vetbesim më të madh për përditshmërinë kur ato e kanë një pamje jo të ndryshme.